ju më keni thënë që ka qenë bashkohës dhe le të themi ka patur një lidhje me kontin Dracula, që vetëm nga emri e së pari, por edhe nga bëmat që janë dëgjuar për ta ishte shumë i zor. I bashkon të armiku i përbashkët, ishin alat, kishin njëjtën të kaluar, sepse edhe Vladi i Tretë Tepes ka njëjtën histori në rinjën e tij. Dhe është rikthyer në Rumaninë sot në Vllahi. Edhe sundon në Vllahin, edhe një pjesë Transilvanisë. Ishin armiqt më të përbetuar turq osman, të dy, por në një ndryshim. Konte Dracula në vitin 1462 ishte koha kur Gjergj Kastelli dhe Skënderbeu po luftonte në Itali. Është koha kur konte Dracula ose Vladi i Tretë Tepes zhvilloi një sulm ku masakroi 26.000 njerëz, ndërtoi jo vetëm turq, pjesa më e madhe e tyre civil, dhe i ngulin huj. I famshëm konte Dracula. Gjatë kësaj periudhe ka pas marrëveshje mes tyre, marrëveshje aleancë, po themi, kundër perandorisë osmane. Por kur them të lidhje familjare, si mbështet edhe këtë hipotezën, më them, se ka qenë edhe Gjergj Kastelli dhe Skënderbeu antar i urdhit Dragojt, është një fëmijë misterios, një vajzë misterioze, e cila më mor në Itali, nga urrit në Itali, ka qëndruar gjithmonë afër, s'ka qenë fëmija e vet, kuptohet, me shoqen e Gjergj Kastelli dhe Skënderbeu, me Donikën. Donika ka rritur të vajzë. Del në dokumentet dhe deri në moshën 16 dhe 18 vjeçare pranë Donikës. Jo si këshilltare, e trajtonte si fëmijë të vetin. Kjo do të thotë, nëse është e vërtetë, nëse arrin këtu faktu, se Donika, përveç birit Gjoni, që tashmë u rrit në moshë, mbajti pranë vetes, e trajtoi si fëmijën e vet, nuk ndaj kurrë prej saj. Ishte vajza e Draculas, tregon një lidhje më thellë me Gjergj Kastelli dhe Skënderbeu dhe kontin Dracula ose Vladi i Tretë Tepes. Element tjetër, se Gjergj Kastelli dhe Skënderbeu edhe ai ishte antar i urdhit Dragoj, ashtu si konti Dracula, dhe duke qenë antar të një urdhi, kishin detyrime njëri tjetrin që të mbronin familjarët edhe interesat e familjeve ekonomike, qofshin pikë pari familjarët, pastaj edhe interesat ekonomike dhe politike të familjeve.